për të biseduar për këtë temë, kush më mirë mund të na flasë sa Denis Gafur, trajner i shitjes, folës motivues, dy prej profesioneve, ti përmenda, dhe shumë të tjera. Mirë se erdhe, Denis. Mirë se gjithë, Gjeni, faleminderit shumë për ftesën, është kënaqësi që jam pjesë e këtij emisionit. Shumë e rëndësishme zhvillimi personal. Unë do doja fillimisht të bënim një temë, një hyrje, se çfarë ne kuptojmë zhvillim personal, pse është kaq i rëndësishëm, në mënyrë që të kemi më të qartë edhe shikuesit që na ndjekin se për çfarë do flasim sot. Okej, zhvillimi personal nuk kupton ngritja jote në aspektin personal. Në aspektin personal, çfarë unë si shoh është me gjatë trajnimeve kur bëjmë na, se na kemi pjesën specializimin, ne kemi pjesën e shitjes, pjesën e negocimit, pjesën e leadershipit, menaxhimit të këto radhë, po gjithmonë trajnimet të na edhe në kompani kur bëjmë trajnim ose kur vinë në akademi të ekselencës biznes të na, unë them që keni me dalë njerëz më të mirë se sa qeni. Atë se personalisht e preken për me qenë suksesën të çfarë do fushë, duhet të më konë person më i mirë. Sa mësojmë aty edhe për punën e fitnessit, për shëndetin, ja rëndësi shumë shëndetit, pjesën shëndetit, të u lidh me ushqim, të u lidh me pjesën tjetër të leximit, zhvillimit tonë, atë në çdo fushë e prekim raportet me andej, raport me partnerin ton, atë se edukan me qenë me performuar, kur ti ki raportet mira me partnerin tanë, edhe ti me nëzi pratë për shku në shpik, je lodhë, për thëmë, bas një ditë ngarkume që ki pas, ki shpik, kur e din që ki familje rahat, ki grunë, fmit, është pasoni që s'ka të pagume. Ka plot njetë pëzojmë që si kanë që ato, kanë sukses, po shpik pritojnë me shku se kanë të lashe. A kuptani, që atë më është gjetë me bojë që këmos, vësë mos me shku në shpik, se kanë të lashe. Kjo pjesa çka mësojmë, e prekim edhe pjesën me raportin me partnerin, raportin me kolegë, raportin me klientin që është shumë rëndësishëm, gjitha këto e komplementojnë se zhvillojnë, e bojnë më të mirë njërin në fund trajnimi kur del njëri më i mirë. A kupton, ja dim vlerë më shumë familjes, firmës ku punon, bashkëpunëtorëve, apo kupton se shumica e njerëzve mendojnë kanë njerëz që unë po punoj, atë po punoj për firmën, jo ti po punon për veti. Apo kupton ti pasporti ti jetë ndërtu, ti u zhvillu, pa krijon për brandin ton. Atë pa zhvillon veten, tu ka japë një mundësi një pjesë me çem këtë rast në kompani Dugagjini, që tu ka japë një mundësi për me kriju një brand tonë, ti ki brandin ton. Do njëherë i shojmë gjërat në këndvështrimin temit gabuar, gjithmonë mendojmë, e kemi atë këndvështrimin që po na shfrytëzojnë, po na përdorin jashtëzakonisht shumë, po ata po përfitojnë prej neve dhe harrojmë ndonjëherë se sa na po përfitojnë prej tyre. Po pikërisht, adin ti e shfrytëzon maksimalisht, janë brandin, po rritesh aty, po krijon kontakte të reja, po mëson, po zhvillohesh, po kritën se ande që reciproke. Në qëtë kontekst në mendoj që ka shumë hapësira për mu përmirësu, se anë e parë që duhet të pjesa mindsetit me ndryshu. Mindsetit se anë shumë në nësishëm që duhet me bërë shift, atë mi po që anë prej percepcioni pak më ndryshë, se jo vetëm që ato që ti mendoj që është mirë, po ka ndërsime tjera ndryshme. Në fakt, për zhvillim personal, tashmë janë edhe folës të ndryshme, je përfshirë edhe ju që ndihmojnë njerëzit për ta zhvilluar më shumë vetën, për ta njohur temi më shumë vetën, për të ngritur, për të rritur në aspektin personal, për zhvillim personal, dhe në këtë mënyrë, nëse bëjmë një krahasim temi me vitet e kaluara, nëse do të flisnim për një gjë të tillë, pak do të na shikonin me dyshje, me një pikë pyetje se çfarë po do të thuash me këtë, sepse ju mësu gjithmonë zhvillimi profesional, por harrojmë se çka mund punojmë ne me veten. Sa ka ndryshuar një qasje e tillë ndër vite, dhe sa janë njerëzit të themi të etur për ndryshim të vetës, për ta përmirësuar më shumë veten, sa ka ndryshuar themi atë bot kuptimin, këndvështrimin për me punu më shumë me veten. Shumë pyetje e mirë, unë punista për vetës. Po, më falë që po ndërpresem, se shumë shpesh e kemi kaluarën, po unë që si tipi jam. Po. E kemi këta, dhe mendojnë që unë kam lind me që tip dhe nuk ndryshohem dot, që është e gabueshme. Shumë gabim është. Unë punista për vetës, për eksperiencës tame që kom pas, pa ta kry fakultet. Fakultetin ekonomike kryva, e bona zhvillova një biznes timin, familjar,
Mandej kaluar një kompani shumë suksesshme, kom punu kompani tjetër, e kryva masterin, edhe kryeshifja trajnerat, që sot i kom mentor, që kom mësu shumë prej tëne, edhe adim të ndrojnë jetën, atë buëm kështu dhe kretë, është më këte, mashtru së faliranta, unë kom kry fakultet, unë kom punu për kompani, kom kryu biznes të emin, unë kom punu kompani shumë suksesshme, si uhez kompanive, po ka qenë shumë gabi me ja. Disa spata shumë sfida me punën e biznesit që me njërin për biznesve që kom zhvillu. Edhe më da rasti me shku një trajnim. Trajnim bashkë ka qenë për shqitje, që pjesa e kjo vesh shqitje i thëmë, po ka shumë zate personale, se ti s'mundesh më koni mirë, një profesionalisht nëse nuk je i mirë dhe në aspektin personal. Edhe po që një me këtë që ka komësu ato sende, një bazë, një temel, po këtë tjera du të me për eksperiencës. Edhe aty mandej filloha me ndryshu mindsetin, që thash pak ma heret, mënyra që shpo mendoj, mandej mënyra si po veproj, dhe mandej rezultatet merë ndryshe. Se njerët gabimin më të madh që e kanë, është që i thedhe ati që tonë kohën mendojnë që, hej, unë po punojnë qështu, po du rezultatet tjera, nuk mund është ti me pas rezultatet tjera nëse nuk ndryshon. Që e zoja, ose që e zotnia që thotë, unë jam qështu, s'po me ndryshu, në mos lyp rezultatet tjera. Einstein ka thonë, ka një thënie që është idioti që nëse ti mendon, vepron, njëjtë edhe me prit rezultatet ndryshme, never. S'ndodh, ti dush me ndryshu. Si po me mendon, si po vepron, mandi me torë rezultatet që po i dën. Kështu që ajo që e trajtojmë na shumë në trajnime është që zona komforit. Bile, e po në këtë akademi që kemë të ekselencës biznes, na vinë prej profesionet ndryshme, gjeni. Edhe na vinë shumica që na vinë vinë fëmijët e pronarëve të biznesave që kanë shumë suksesshme, por thamë, ose menaxhera shumë suksesshme në firma ndryshme, i kanë punë super të mirë edhe bile paradëtitve po më thotë, Denis, a du të me ra poshtë krejt, për me mujtë shumë me pas sukses, a qka me bo? Thash, okej, njëna prej rrugëve është ajo, po tash nuk do me thonë që ti tash dush me ra, ti e kini temel shumë të mirë, ti veç dush me zhvillu që atë biznesin e prindi që ki pas, a nuk mos prit me ra. Po. Krejt qka është ideja, kësena që ti ku jeti shtash, ti nuk gudzo me ra në zonën e komforit. Që unë i di kretë, s'kam nevoj, aje që ka me të shkatru ty, edhe ka me të shkatru familjen, biznesin, familjarë që baba 34 vete ka punu. Që ato ti nuk gudzo me liu, ti dush më konë tonë konë, proaktiv, më zhvillu, me mësu, me më aktivizu, me bu matë mirë, më konë shembull. Për kretë ekipin e firmës që janë, edhe më përmisu vazhdimisht. Adin, që atë më konë maj mirë se dje. Që ka bu në asot, diçka ma mirë se që kom bo dje. E që ato nuk ki nevoj ti me ra, apo këpëtan, veç më mësa për gabimet që kom ra unë e bezan, ka ra baba jëtë, nana jote, ata që këqyën balafaqu, ti mos i bo gabimet e njeta. Sa mirë, sa din të më konë, është një farë, ajo percepcioni du të me ra, pa ti mu shu, jo, zdo me thonë me ra. Që është, se shone këta? Unë do të pysja edhe për diçka që është shumë e rëndësishme, themi ajo përshtypja e parë, që në këtë aspekt duhet punojmë se cili, sepse është shumë e rëndësishme. Në momentin kur ne takohemi me dikë, përshtypja e parë është ajo që të krijohet automatikisht me atë person në 5 minutëshin e parë, ndoshta edhe në sekondën e parë. Dhe është shumë e vështirë pastaj edhe për ta ndryshuar atë përshtypje të parë, ndonjëherë me atë përshtypje ne dim të paragjykojmë tjetrin, ndonjëherë thjesht nuk dim të lëmë përshtypjet parë me një të mirë, jemi persona ndoshta më të mbyllur, duhet na hulumtojnë më shumë. Për shembull, këndvështrimi për mua në përshtypjen e parë të njerëzve është gjithmonë mendje e madhe. Që më pas ndryshojnë komplet këtë përshtypje, por që varet ndoshta edhe prej tipit të njeriut, mënyra se si duhet, sa kemi informacion, sa dim ne të lëmë përshtypje të mirë momentin kur takohemi me dikë. I kushtojmë pak rëndësi kësaj, por që realisht ka shumë rëndësi. Sepse në takime shumë të rëndësishme, ajo pika e parë është çelësi ndoshta, a do të vazhdoj biseda, a jo, apo do të shkoj një hap më tutje, dhe ne harrojmë të kushtojmë rëndësi kësaj perceptimit, përshtypjet parë, dukjes, mënyrës se si flasim, çka mund të bëjmë këtë drejtë. Okej. Të kjo puna përshtypjes parë, njëra prej një trenerës që kom mësu Betina thotë se përshtypjen e parë s'mundesh me marrë me bën përshtypjen e dytë.
me kryu. Adin që bësh qatë moment e ki. Ma ndej ma vonë, ka mundësi me përmisu, pa i gjithë moni mbet që e me more që ato 30 sekunda e para. E se një parë që ka unë e rekomandoj, përmenon për shtypin ma të miru që energjia, që e busqeshja, e sinqert. Bili unë e thomë, në trajnime tonë e thomë që ti njëjtë, kur shkon bajnë mëngjes, qka po një lanë sytë pregadit është veshësh. Njëjtë se kurse që i vesh teshat, vesh dhe busqeshen. Busqeshen vesh e sezon as prindi, as lo, as motra, as gruja, as buri, zëmet po me ftyrë betone. Lemo me shku te kolega. As do në klienti me të po, kur kush nuk do me të po me ftyrë. Lemo te klienti. E kjo pjesa e busqeshës është një sen shumë rëndësishëm. Ndoj e paraqitja që e përmandet ti shumë mirë ma herët, vesha e qëndrime të tregon fol për ty shumë. Adhe në ti nëse nuk kujdesesh për vete, ku do më kujdes për klientin? Jo nëse edhe shumë të lidhma, këtë në vedia e ty të analizon. Përshtypja po, fakt shumë rëndësishme, mandit të përshtypja po është thëmë, pjesa busqeshës, energjin që paraqita vesha, mandej kujdesje, empatia. Sa me vëmendje ndigjon, sa e ti i interesum për me ndigju për me klientin, nevojën. Unë në trajnim të përmendaj të në ekipën time, gjithmonë që kur i thirë një klienta, se na bujë marketing, na vinë leads, ne i thojmë, klientat potencial që na aplikojnë për trajnim, e thëmë, ti nuk jetë të shqitë. Veç percepcionin, dush me ndryshu, që nuk je ka desht me shqitë një trajnim. Ti po do mi ndimu atina, me ofru një zhjidet, si kurse plot njerës që ja kam po aerin. Edhe ti kur janis me mendu atina që ti jetë të ndimu, edhe të racionin zonit, edhe energjia, edhe empatia që po flasë, ndryshë është. Se veç, qka e të punu? Me shka meresh? Ati se ndërsta nuk o kjo për ty. Ta shumë atë përshtatet kjo për ty, ajo, apo kupton, automatikisht jarëzën barjerën. Jarëzën barjerën që s'po du me më shqitë, kjo katore se për njime, po është në interesu me ndimu. Si t'janis të i percepcionin, po du me shqitë diçka, po du me amarë paret, automatikisht në nëvedia jo të funksionan ndryshe. Ki ma arrogant, qasën e ki ma arrogante, nuk t'intereson, me s'intereson që dhe pari, nuk është. Kretu që ideja që me kriju percepcionin që unë du me të ndimu. Në qëfar do profesionin, s'po thonë veç të na. Të ju në televizion, kur vjen për marketingu korapane, ju ndimoni klientit për me pas vizualitet, me arët klientat, me tërgu shumë serios, një platformë serios. Unë kom shumë të rëndësishme, kom vesin ku me bo reklam. Shkom platformë, ose në televizion që është serioze, ti me që ato identifikosh, brendit ju të identifikohet me ku po bo reklam. Mund është me bo reklam dika që së serios. Me që ato ti identifikosh. Në qatë kontekst, unë po thomë që është cëcët detaj e ka peshën e vlerën e vetë. Po ashtu, kur jemi tek zhvillimi personal, gjithmonë bëhet edhe pyetje çka mundet me na ndihmu, a do të me lexu libra, a do të me shku në trajnime, çysh do të me vepru, nuk kam nevojë për një ndryshim në jetën time, çka do të me bu. Domethënë, njëherë din me qenë pyetje të shkurta. Unë po du me ndryshu, po nuk po din kam ja nis. Çka me bu? Librat që përmend ose një burim shumë i mirë. Libri që e merë, ti e lexon, e merë për dikuna është mirë me marë libër me lezu për dikuna që i ka të kalu që ato probleme që ti po ballafaqosh me ta. Se ka libra që shkruajnë njerëz dhe kur shkon për marketingun, ai kur s'ka asnjë biznesit nuk ja ka mbajt marketingun. Ai fol për shitje kur s'ka shit, menaxhment, lider, kur një ekip nuk e ka udhëheq. Apo të dush me lezu ato që i ka kalu që anë temë, që atë rukëtim, që u ballafaqohen që ato sfida. Po, ajo është që një temel shumë i mirë, po, çka është e mira e trajnimeve, që mendoj që është një hapësirë ku ti mundesh çka bëjmë të na, punën që e bëjmë të na, pra po lidhë me temen, është se trajnimi është tregon eksperiencë dhe ti mundesh me shtru me pyetje, nëse është grupi përzojmë, 20 vetë, 10 vetë, edhe se cërë prej njëri tjetrit mëson, se ai tregon një eksperiencë vetë, ai tjetër, njëri tjetër e plotson. Është një shkollë, njëra tjetrin, se cili ka vlera. Na që tash pa ta një grupe kam, një menaxher është i jashtëzakonshme. Një zonë, tha, unë kur kom aplikuar te jo, mendosh atë çfarë nivelit të njerëzve po vinë këtu, a aplikuar, a pranojnë as pranojnë, a kur aplikova sa ende parë që më ka thonë që sa duhet me pagu më njerë me rezervu vende, mos po mik.
Ajo e zoja, për atë që po të mund të lidhë, tha se unë po vi këtu, po shumë që shko marit karierë, qaq menazmente më bo, o dhe ce, e shosë sa se anë s'pejt e sha, që pi mësoj këtu. Në qatë kontekst është se një kryesor është me pas mendin hapën, që lidhet ato që ka thatë pak ma herët, që nuk përdu më mësu, përdu më zhvillu, edhe atër e shësë sa pak për din. A u tanë, se unë gjithë ditë mësoj diçka të re. Gjithë ditë lexojnë të një liber, hinë internet, ulimtoj, seminare në ndjekë jashtë vend, trajnime, atë një organizatë që nuk po mund dalë. Dhe nuk guzojmë të mendojmë që dimi aftushëm. Sepse po filluam mendua ashtu, ngecim aty ku jemi. Ani tash këtë dinamikë, pune, inteligencë artificiale, kriza globale, po ndryshon gjithçka, ti çka ki ditë të ndoshta sot nuk është relevante. Apo të ndush diçka, gjithmonë duhet update-a, gjithmonë telefonit kur ta bën update, se punën më shpejt e bën, laptopit po, servisin e veturës se ja bën vazhdimisht. Kurja ki bëhet edhe servisin vetes. Më shku me ndjek në seminar, një trajnim, një konferencë, never. Pas mbajës, dhe me thëmë, nëse vazhdimisht kujdesimi pra për zhvillim personal, qoftë me ndonjë temi trajnim shumë të vyer, qoftë me libra që janë të përzgjedhura si treguat ju, si na reflektohet kjo pastaj në jetë? Mund bëhet pyetja, po kur mund të filloj unë të vrej ndryshimet tek vetja? A vrehet ky ndryshim apo duhet kohë? Sepse ndonjëherë ne presim rregullin brenda natës dhe harrojmë që gjithçka është proces. Po, sakt. Shumë pyetje e mirë edhe kjo. Ndryshimi ndodh varet krejt prej si aplikon ti. Për shembull, na kem sot që shkojmë në kompani, ku bëjmë trajnim ose të na. Këndja që aplikojnë me njerë dhe vjen të Denis që e kom ble Mercedesin, bas për bezu ta tregoj, e kom marrë Audina e zoja ata tjetër, e kom qit ka që ka dikur që për zone, për kompani në tollë që dikur se aplikon. Ati bat jo, njëti material është, njëta sende, njëtën energji e kom do për krejt, një orit, që kom pasur që 30 vjetë, 40 vjetë në eksperiencë, që po të pak, edhe po tash, aty e kom shkurtuja, se dhe matë mire e kom jepë, të shë aplikon me njerë me rezultat. Me njerë të dhejtë, Denis, kjo funksionaj, ose atë të apështasi me diçka tjetër, kretë në barët për aplikimit. Edhe se sa ti beson në fakt ati programi, sepse kjo shumë rëndësi që ndonjëherë duke në gjëra shumë thjeshta dhe po, se mendojmë që duhet patjetër një formullë, 1+1 bëjnë 2, edhe po kjo duke në pak, nuk mundet me funksionu, s'me provoj dhe aty si ta nisti me dyshim, mos me besu aty, atër ma mirë mos me nisi. Adina është ma mirë, në skejt që ka lypi, për shumë, të në kohën, kur e bojmë këtë punë, ose hen all-in, mos më mungon trajnime asë njëre, ose për aplikoj, merë shënime të në kohën, kanë materiale trajnimit, shënot të në kohën, bjen rezultat. Herë në ashëm që ki apliku, se është mjaftë interaktiv. Bërëm që ki bu, që ka ki apliku. Edhe në fund që ka është një interesant, na e praktikume dhe në fund trajnimit e bën një role play. Që ka kemi implementu, që kjo tema, që kjo struktura, që kemi komuniku t'i hadit ndohëm grupe, ta është keni me prezentu, me shit, me komuniku, me negociu, për bëjë kësaj. Edhe ma ndë ju shuajmë aty, që ka ke mirë, që ka bënë ma mirë. Ok, edhe aty mësojmë njëni pjetetit, prap, edhe unë mësoj pjetëne. Vesh kjo du të më konë mendje hapën, që atë që edhe pak ma herët, me desht, me mësu dhe me implementu. Si të donë krejtë rrugë qëllën. është po ka që rëndësishme, diskutojmë edhe për një gjë qoftë duke fillu prej studentëve, prej në fakt në zëndzëve nga shkolla e mesme, studentëve, pastaj ata që në një periudhë tjetës janë më ndyshje apo bëjnë gjën që duan. Shumë me rëndësi tek ne ka shumë më dyshje prej shkollës mesme, ku, në fakt, në momentin kur përfundon shkollën mesme, veç të duhet t'jesh orientuar se çka dëshiron. Shpesh din bëjmë përgjedhjen e gabuar të profesionit. Pastaj, kur punojmë në diçka nuk e dim nëse nuk po na pëlqen puna që po bëjmë, apo jemi në një burnout. Edhe këto më dyshje gjitha janë ndoshta çka na ndihmon në fakt në këtë rast. Janë trajnime që duhet ndjekim personale për të parë ku jemi me veten, çka jemi tu dashur, sepse problemi më i madh ndonjëherë njerëzve është që nuk dinë se çfarë duan.
edhe cilën rrugë duhet ndjekur. Janë në një mjegull. Thjesht dhe nuk dinë se çka duhet bëjnë, cilin hap duhet të ndërmarrin, çka mund të më ndihmu këtyre njerëzve për shembull. A kjo në dukori është shumë e madhe tash, është kohë të fundit, është shfaqet arsye pse nuk dinë çka duhen, ka shumë zgjedhje. Gjithçka në rrjetet sociale, kia ato, edhe njerëz nuk dinë bashkëton si njëu, nuk dinë ku orientu. Edhe mandej çka do të marrin, vendim me bo, edhe mendoj që dikush tjetër ka më mirë. Apo kupton, edhe tash edhe paska kompani, paska veturat e mira, ka kushtet, po i ka dalë ti kështu lirat që i ki këtu. Atë ka pëlqyer një parimisht, ajo është okay, ai ki trajtimin e mirë, ai ki kushtet që janë okay, atë kështu ti çaty, atë në çat themel rritu njëre. Te kjo unë mendoj që dikon shumë është rrethi, rrjetet sociale, familja, ka njerë edhe familja ndikon të na aspektin negativ se thoj mos të ullodh, mos puno, mos asim. Adin me që me thunë dhe zimotuarat, kape, duke ja punësia, rritu zhvillohëm, so ma shpejt, so ma mirë, adin kru kontakte të reja, si mos të ullodh, së adin kush. Adin edhe kjo ma ndej prap tjep ndikon qatë konfuzitet, edhe me kryu iluzione për të sali që realisht nuk dokin fort, dokin jashtë mira po mranda, ku me di shka ka aty mranda, edhe që ka ndimon të ashtë e kjo, është normal që me morë pjesë në i trajnim, me po kuj e vetën. A kuptan, të na që ka bëjmë aty, ku e ndimojmë vetë, ku si e trajtojmë këtu, na të është i kem një sistem, ku i paraqesim disa fushat jetës, ku dhe mu zhvillu, qka e kim mongu të, është në aspektin personal, profesional, dashnia, porët, raporti me njerëz, knasia, arktimi, jo në disa fusha që është një pizza slice, dhe merëm vendim për 2 mujve që ka do më zhvillu ti. Edhe ti me nga pro rezultate që a ki boj, ju veç pe bëj këto dhe hajtë, tregom atë shhape, po do me më zhvillu, po do me pas një partner, s'kom, mirë, tregom që ka do me bo. Cila topa kemi e marë, se ti pe din gollën ku është, po hapajt, që do me shku dera atje, du me fitu pare, okej, që do me bo, do shme punu ma shumë, me kursuj ma shumë. Mu angazhu mu konë, kur t'japet në një punë të ty në kompani, me thonë, unë du me bo me pa. E jo, kur thot dikush, u dhe si, kush du me pa, me marrë këtë punë me kry, tonë ikim që... Nuk po të ndëgjaj. Nuk po ndëgjaj, s'po ndëgjaj. Kur dhe, Gjeni, po më vynë ti me punu pak ma shumë, se kem një projekt, kom planin, qëfar planin ki? Kom i pi një kafe me një shoqë, what? Apo kuptan, një kafe me një shoqë është ma më rëndësi se një projekt që bërë më zhvillu, a di diçka shumë të rëndësishme. I tash percepcioni vjera është aty shumë që i kryojnë, pra po thonë, shumica ndikohen prej rrethit, rrjeteve sociale në këtë rast, negative, edhe nuk kanë disiplinë. Disiplina ndihmon shumë këtu. Disiplinë, çka është disiplinë? Disiplina është me bo diçka që ti nuk është e këndshme fort me bo, po ti dush me bo. Me shku në fitness nuk është fort e këndshme. Unë i çuan çdo mëngjes, shkoj në fitness. Veç më kumë për rrugë dika. Çuan 6, jam atje. E pëse është koha shi, është... Adin, për mu dra me kry, ata. Njerë një afë shkojnë në pishin. Ka, se në kësha pasja, do me fletë, pak ma gëtë, po, disiplinë. Suksesi nuk është diçka që vjen rastisht në jetë, absolutisht. Një pyetje të fundit edhe për të mos i mbetur borxhet atyre që mendojnë veten në biznes, por akoma nuk janë të sigurt se çfarë biznesit dojnë me hap, çka dojnë me bëj, ku do më fokusu. Edhe në këtë aspekt, domethënë, çka mundemi më ndihmu këtyre njerëzve ku thjesht mendoj që po du me hap një biznes, po nuk po di çka. Edhe pastaj edhe këtu konfuziteti që ke mund të nëse nuk themi konsultohesh me një profesionist, marrësh gabimin, të bësh gabim, sepse mund të hapësh një biznes që nuk është për ty, nuk shkon, nuk të flen, dhe pastaj gjatë rrugës më tanë valla nuk ke për mua dhe dështova, sepse askush nuk duhet të dështoj në fakt. Nuk niset një biznes për me u dështu, po për me u rrit, po për t'i ikur domethënë kësaj problematike, çka duhet bëjmë që të mos gabojmë qysh në start. Sa në por është përgatitja. Sa në por është përgatitja, ullumtimi, një, mu përgatit që kanë kupton, ullumtu me kështu shkat,
a kontrakt, as kontrakt, a ka potencial, as ka potencial. Mandej me marë, më konsultu me dikon që ka eksperiencë këtë rast. Mandej me marë pjesë seminare, konferenca, evente ndryshme, me mësu. Jo me i biznes, me shtipare dhe me i djej. 80% biznesave që kryohen, brenda 3-4 vjetëve dështojnë. Mandej që atë pi që atë 20 vjetëve, veç bas 5 vjetë, bas 3-4 vjetët të reja, veç 5% mbjetojnë. Ajo kjo të konë bjenë tyra, nuk o kollaj me biznes. Më konë, asë si që dhe ti pak më herë që diskutojmë më suksesi, nuk konë ashtu gjithë të zhëgonë suksesën, po du shumë komitment, shumë përkushtim. Që kjo pjesë e përgatitës, me marë pjesë seminare, trajnime, konferenca, me pa, me bo network, me mësu për tjerë, mandej edhe shë ku je, edhe mësën e përgatitës, mandejin që ka do që ta më menda që është okej, edhe më ndeshë a është për ty, as është për ty, apo e me vendimin e duhur. Edhe pse, edhe ndoshta nuk t'jap garancion, po përgatit thjesht. Isha pas dëshin, ndoshta edhe mund të lidhë me këto që edhe për bizneset që jonë aktuale, që kam biznes njës, edhe ata që do në mi biznes, jem të organizu një konferencë të madhe, që tash është për 9, është edicioni i 9 në radhë, është konventa suksesu shullimit, që i kësha rekomandu njës të marrë, i kem njës super suksesum, kem forës për Italisë, që në vim për pjesën e leadership me folë, kem pjesën e Slovenisë, një folës e i arzakonshme për sistematizim procese në punë, që është një kërkes shumë e madhe në biznes, kem për inteligencë artificiale, na vjen një njëri arzakonshëm që folë për Suedis vjen, punom e AI për kompanit maja, si kurse Volvo e këto tjerat, e kem folë si për marë shumë suksesshëm për HR, kem e folë për këtë fusha që janë shumë delikate, shumë të rëndësishme që mundën me edhe mësu ati që ajtë që donë me mësu, me zhvillu biznes, edhe ata që jonë, për me përmisu biznesneve, dhe kjo është një mundësi shumë e mirë, e cila ka më mbajt me 30 maj, që edhe pak vende i kem kështu me një ofertë që kem aktuale, që le ta shfrytëzojnë rastin, le ta kontaktojnë në rrjetet sociale, dhe le ta shënojnë atë pjesën Dugagjini, mundën mu referotu, le ta shënojnë dhe me profitu për këtë pjesën e early booking që kem edhe aktualisht spodja ka përfundu, veç nëse në referohen me Dugagjini dhe me referotu, mujnë me profitu ende që atë ofertë. Faleminderit edhe shumë që ishet me ne, Deniz, dhe ndatë gjitha këto informacione dhe këshilla, ju uroj shumë suksese në punën tuaj. Faleminderit shumë edhe juve mbarësi dhe suksese. Faleminderit shumë.